Këshilla të urta në sferën personale. Mos e doni pasurinë dhe kini dëshirë për famë apo emër. Mos u jepni shumë pas ushqimit dhe veshjeve shumë ekstravagante. Kujtoni gjithmonë rregullat e fesë në gjithçka që bëni. Mos u bëni përtac në zbatimin e veprave të adhurimit. Falini namazin në kohën e duhur, në mënyrën e duhur dhe të përqendruar. Mundohuni ta përkujtoni Allahun në çdo çast, me zemër dhe me fjalë. Vendosni kohë të caktuara për kryerjen e detyrave dhe mundohuni t'i zbatoni ato. Mos mendoni gjatë gjithë kohës për çështjet e kësaj bote, llogari, humbje, fitime e tjerë. Por mendoni për Allahun. Na ndiqni në rrjetet sociale Twitter, Facebook, dhe YouTube. Radio Televizioni Islam, një alternativë e re e komunikimit bashkëkohor. Bëhuni pjesë e platformës së Radio Televizionit Islam me qendër në Zvicër.